Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër dhe kabinet qeveritar, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë. Vazhdojmë me punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilën seancë kemi filluar më 27 prill 2026 dhe seancë kjo që është thirrur me kërkesën e 41 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës me pikën e vetme të rendititës, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Edhe përkundër faktit që edhe dje, edhe sot, i kam bërë thirrje deputetëve të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë, që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit dhe të ushtrojnë detyrat dhe obligimet e tyre kushtetuese, siç po e shihni, deputetët nga radhat e partive opozitare nuk janë të pranishëm. Detyrohem si kryetare e Kuvendit që të adresoj edhe një herë përgjegjësitë që deputetët i kanë në raport me obligimet kushtetuese dhe atë bazu edhe në gjykimet e gjykatës kushtetuese të cilat duhet të zbatohen nga të gjithë. Edhe një herë më lejoni që t'i referohem atë gjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin KO 2911 lidhur me votimin në Kuvend, ku në pikën 85 të këtij aktgjykimi thuhet: Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86 paragrafi 4 i Kushtetutës, siguron se presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjidhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje paraprakisht nga kryetari i Kuvendit dhe kandidati i cili merr 30 ose më shumë vota nga votat e gjithë deputetëve në raundin e parë dhe 2 do të zgjidhet. Ju njoftoj edhe një herë që vetëm leje ka marrë nga deputetja Fërdita Hajrizi, që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që sot të jetë e pranishme në këtë seancë. Nuk kam pranuar asnjë njoftim me shkrim apo në ndonjë formë tjetër për arsyet e mungesës së deputetëve nga radhat e partive opozitare pra në këtë seancë. Gjykata në këtë aktgjykim, pra edhe një herë për hir të transparencës, sepse po shoh edhe tituj të ndryshëm në portale, këto nuk janë pretendimet mia. Këto janë lexime bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Pra pikërisht në këtë aktgjykim, gjykata thotë se deputetët e Kuvendit janë përfaqësues të popullit, bazuar në nenin 70 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 i Kushtetutës siguron se deputetët e Kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas Kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës së Kuvendit. Në këto rrethana thotë, të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas Kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës së Kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të Kuvendit dhe të përkrojnë procedurat që parashihen aty, por mbi të gjitha një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata, thuhet në këtë aktgjykim. Zgjedhja e presidentit thuhet në pikën 84 të këtij aktgjykimi, i cili sipas nenit 83 është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrën e tyre kushtetuese, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i Kuvendit mungesa pra në këtë proces të përzgjedhjes së presidentit, siç përcaktohet në nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Siç jeni në dieni, në seancën e datës 5 mars, unë jam drejtuar gjykatës kushtetuese në raport me mungesën e deputetëve në atë seancë. Dhe gjykata kushtetuese ka thënë që kjo çështje tashmë është e gjykuar, e ka konsideruar si çështje res judicata. Dhe është bazuar në gjykime të cilat po i referohem edhe unë. Dhe bazuar edhe në dokumente tjera që përmenda edhe më herët, deputetët janë të obliguar të ushtrojnë mandatin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Prandaj më lejoni që edhe një herë t'i ftoj deputetët, t'i lus ata që të jenë të pranishëm në këtë seancë ku e kemi si pikë të vetme të rendititës zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Në vend që të bëjmë presion, pra, në vend që të tërhiqen nga deklaratat që i bëjmë presion kandidateve që të tërhiqen nga gara, që është në përputhje të plot me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, i ftoj ata që të vinë
Dhe nëse kërkojnë fjalë, do t'uaj kalojmë edhe fjalën, por jo që të flasin nga zyrat e tyre apo nga ambiente tjera për sa kohë po zhvillohet kjo seancë. Këtu është vendi ku flasim, argumentojmë, edhe juridikisht, edhe politikisht. I lus ata që të vinë në këtë seancë ku si pikë e rendititës është zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. E kam për detyrim që t'i referohem sërish edhe dokumenteve ndërkombëtare që ndërlidhen me rolin e mazhorancës, por edhe opozitës. Pra, si që përmenda dhe më herët, është raporti i Komitetit për çështje politike dhe demokratike. Në këtë raport thuhet që është e pamundur të ndahen të drejtat e opozitës nga përgjegjësitë e saj. Ato përbëjnë gjithashtu detyrime që duhet të përmbushen në një mënyrë që siguron që e mira e përbashkët të ketë përparësi ndaj interesave afatshkurta të partive dhe dallimeve politike. Po ashtu, bazuar edhe në Komisionin e Venecias, kur flasim për vendimarrjen efikase, thuhet që shumica duhet jetë në gjendje të ndjek agjendën e saj politike, ndërsa opozita, nga ana e saj, nuk duhet të angazhohet në pengimin e qëllimshëm të punës normale të parlamentit. Ndërveprimi midis shumicës dhe opozitës duhet të respektojë gjithmonë domosdoshmërinë për të siguruar një ekuilibër të drejtë midis interesave legjitime të shumicës dhe atyre të opozitës, me të dyja palët që mbajnë një detyrim politik për bashkëpunim besnik dhe konstruktiv. Gjithashtu, Komisioni i Venecias trajton edhe rastin e Malit të Zi, ku edhe këtu përmend që opozita duhet të shprehë pikëpamjet e saj në parlament dhe bojkoti justifikohet vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Në këto konstatimet paraqitura më lart, siç e përmenda edhe më herët, pra bojkoti seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës shkon në kundërshtim edhe me gjykimet e gjykatës kushtetuese, por edhe me këto parime tashmë të përcaktuara. Unë kam para vetes edhe shumë rezoluta të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, të cilat i referohen rolit të mazhorancës dhe rolit të opozitës, ku në njërën prej tyre, pra është 2560, thuhet që një bojkot i organizuar i punës së parlamentit nga opozita është i lejueshëm vetëm rrethana të rralla dhe ekstreme, kur vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit. Nuk jemi në një rrethanë të tillë. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka legitimitet të plotë dhe është duke i zbatuar detyrat kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të vendit me mandat 5 vjeçar. Më lejoni që edhe një herë t'i bëj thirrje deputetëve të kuvendit, tashmë emra të përvetshëm, që të vinë në seancë. Po i thras vetëm deputetët të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë. Adem Hoxha, e lus që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit. Albana Bytyqi, po ashtu e lus që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit. Anton Çuni, e lus që të vi në seancë për zgjedhjen e presidentit. Arben Mustafa, po ashtu i bëj thirrje, e lus që të vi në seancë për zgjedhjen e presidentit. Arnore Salihu, e lus që të vi në seancë. Arian Tahiri, po ashtu. Ariana Musliu Shoshi, i bëj thirrje që të vi në seancë. Artan Behrami, i bëj thirrje që të vi në këtë seancë. Abdullah Hoti, po ashtu i bëj thirrje që të vi në këtë seancë. Po i përmend vetëm emrat e deputetëve që nuk janë të pranishëm. Bedri Hamza, i bëj thirrje që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit. Bek Berisha, gjithashtu i bëj thirrje që të vinë në këtë seancë. Besa Kabashi Ramaj, i bëj thirrje që të vinë në seancë. Besjan Mustafa, i bëj thirrje që të vinë në seancë. Besnik Tahiri, po ashtu i bëj thirrje që të vinë në seancë. Blerta Deliu Kodra, i bëj thirrje që të vinë në seancë. Daud Haradinaj, i bëj thirrje që të vinë në seancë për zgjedhjen e presidentit. Doarsa Kica Gjellili, po ashtu i bëj thirrje në këtë seancë që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit. Duda Balje, po ashtu i bëj thirrje që të vi në seancë. Elmire Qica, i bëj thirrje që të vi në seancë. Eman Rahmani, po ashtu i bëj thirrje që të vi në seancë. Enver Hoxha, i bëj thirrje që të vi në seancë. Ergul Mazrek, i bëj thirrje Ergul Mazrek është këtu. Ermal Sadiku, i bëj thirrje që të vinë në seancë. Fadil Hadërgjonaj, i bëj thirrje që të vinë në seancë. Ferhat Shala, i bëj thirrje që të vinë në seancë.
Ganimete Musliu i bëj thirrje që të vinë seancë. Hykmete Bajrami i bëj thirrje që të vinë seancë. Igor Simić i bëj thirrje që të vinë seancë. Janina Ymeri i bëj thirrje që të vinë seancë. Jehona Lushaku Sadriu i bëj thirrje që të vinë seancë. Kujtim Gashi i bëj thirrje që të vinë seancë. Kujtim Shala i bëj thirrje që të vinë seancë. Liliana Stefanović i bëj thirrje që të vinë seancë. Lumira Abdigjiku i bëj thirrje që të vinë seancë. Mërgim Lushtaku i bëj thirrje që të vinë seancë. Milan Kostić i bëj thirrje që të vinë seancë. Miljana Nikolić i bëj thirrje që të vinë seancë. Nait Hasani i bëj thirrje që të vinë seancë. Nemanja Bishevaç i bëj thirrje që të vinë seancë. Haxhi Abdyli i bëj thirrje që të vinë seancë. Përparim Gruda i bëj thirrje që të vinë seancë. Ramush Haradina i bëj thirrje që të vinë seancë. Rahman Rama i bëj thirrje që të vinë seancë. Sala Jashari i bëj thirrje që të vinë seancë. Slavko Simić i bëj thirrje që të vinë seancë. Sërgjan Popović i bëj thirrje që të vinë seancë. Time Kadriaj po ashtu i bëj thirrje që të vinë seancë. Ukrugova i bëj thirrje që të vinë seancë. Uran Ismaili i bëj thirrje që të vinë seancë. Verica Ceranic i bëj thirrje që të vinë seancë. Vlora Qitaku i bëj thirrje që të vinë seancë. Gjavit Haliti i bëj thirrje që të vinë seancë dhe Branislav Nikolić i bëj thirrje që të vinë në seancë. Zoti Lazar Adulović, urnoni, i paraqit për fjalë. Poštovana predsjednice Skupštine, poštovani premijeru, poštovani vladin kabinet, poštovane kolege poslanici. Danas kad biramo predsjednika Republike, želim da uputim otvoren i iskren poziv kolegama iz opozicije da se vrate u ovu salu i uzmu učešću rade Skupštine. Posebno želim da pozovem i predstavnike Srpske liste da se vrate u ovu salu i uzmu učešće i glasaju. Institucije postoje upravo zbog toga, zbog dijaloga i različitih mišljenja. Bez opozicije demokratski proces jeste formalno moguć, ali suštinski nije potpun. Građani koji su vam dali poverenje očekuju da njihov glas bude prisutan ovde. Kao predstavnik nevećinskih zajednica i deo vladajuće većine, verujem da snaga demokratije leži u učešću, a ne u odsustvu. Razlike među nama su legitimne, ali bojkot ne rešava nijedno pitanje, samo produbljuje jaz. Zato vas danas pozivam, vratite se u Skupštinu, budite deo odluke i zajedno pokažimo političku zrelost, odgovornost prema građanima koje predstavljamo. Jer Kosovo ide napred samo onda kad svi učestvujemo. Jer prazne stolice ne mogu braniti interese građana. To mogu samo oni koji imaju hrabrosti da budu ovde. Hvala. Faleminderit, i nderuar deputet. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kabinet qeveritar, në këto rrethana, pra për shkak të mungesës së opozitës dhe gjithnjë duke u përpjekur që t'i kemi ata në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, edhe për shkak të obligimeve kushtetuese, por edhe për shkak të interesit publik, unë po ju njoftoj që kjo seancë vazhdon sot në orën 19. Edhe një herë, e mediat të cilat janë të pranishme me mirëkuptim, i kërkoj që të mos pengojnë zhvillimin e seancës, jeni këtu për të raportuar qytetarët e Republikës së Kosovës, pra për interesin publik, por të mos ndikohen nga diskutimet tona.
Deputet shihemi në orën 19 dhe I bëj lutje opozitës që të jenë të pranishëm në atë seancë.